99 nuk është menaxhu mirë. Nuk është menaxhu mirë. Filloi pas pavarësisë në 2008 ne kur futëm një menaxhment i ri, e morëm kompaninë korporate në atë kohë me 90 milion euro të hyra komplet. Pastaj ato për 4 vjet i çum 220, po nuk vendosshim ku mi çu në atë parë. Vendoske politika edhe në atë moment ka shku paralelisht ndërtimi i Kosovës C në atë kohë, erdhën kompanitë më të mëdha edhe këta të PDK-s vendosën mi përzonë. Atë kompani, nuk e di, du të mi pyeta. Kush konkretisht, se përdojnë po jellin akuzën e miqësën? Qeveria, direkt. Do me thonë, qeveria, në momentin që ka ardhë, e ka pas pak pa në nshkru termocentralin, kontratën për 2000 megawatt. E pse termocentral për Viktor? E kish zjedh, përse na ka folë zotit Qëmër, s'na ka folë zotit fort. Qëmër pa, mujna me i bëj me termocentrale? Mujna më hi, atër kishim mujtë edhe shumë se ndëgjo. E tash? Edhe tash. Do me thonë, Gjermania i djeg brenda vitit 180 milion ton Qëmër. Linjit. Pa po devesh nuk dhe që shto më t'i bërë të isha bardhë? Dërsa ne i djegim dikun 10 milion. Pa po devesh të isha t'i bërë bardhë shpesos dhja, e kona erë me që t'i isha dhja. Gjermania që logaritë ndër shtetet më të pastra në botë, 18 herë ma shumë si na djegë shumër. Po djega, më qështu se, dhe me thonë e kona e farë filtra në esan, bashkështu i qëtëm? Filtrat i kemi edhe natë të Kosovës sa i kena të nivellit bashkimit e Europian. Realisht, aty ndikim shumë të madhë për vendosin aty në filtra, kam edhe vetë, jalo me rritat edhe vetit se e morë shumë. Filterat edhe bëjlerat? Jo, me filtera janë morë, me bëjlera janë morë punëtor tjerë. Jo, janë punëtor tjerë. Pse i ka përmen këvend nga nërë, filterat dhe bëjlerat? Pa tash është taja rima, e famshme. A keni që të ka uza alo ajo? Cilat? Po për shumë 4 vjetë ose 5 ose 6 jenë bon për shtetë edhe vrasën e Astrid Dehorit burë se përmenim mo. Po tash qashtja e Astrid Dehorit Albulina Gjiu ka qenë ministre, jenë gjitë djekë burë. Qashtje e ndishme, ajo është në sistemin e drejtësisë, sistemi i drejtësisë dhije që është i pavarën. Dhe thonë, nëse përzihe dikush në sistem drejtësisë, me njëherë shkon fjalla deri në Bruxelles. Veç ministra ka drejt me kërku logari? Ashtu me radhë pa diskutim që ka dhe kërkon logari, mirë po qashtja është të sistemi drejtësisë, i cili dije që nuk është funksional. Po dhu që është i ko për haloa? Në kuptimin e plot fjales po. E me qkapje, Viktor, shka në nënkuptoj, me lëshu këta memorion dhura? Jo, me qkapje në nënkuptën që vinë dë njerëz dhe dje me vajza treja ose dhe burra e gra pak ma ndosh. Për shumë vjen Viktori, bonët naj zëvens ministri, trektis, industrisë ose kështu të shka, pu? Ta është të di, në ashtë adhe banë. Jo, po du me thonë që, falë që për të thamë, po du me kalzu që njerës të erimi du të me ordë. Jo, nëse une që tash unë jam i përcaktum, janë pjesë e politikës. Absolutisht. Edhe normal që pozitat qeveritare janë pjesë e politikës. Mirë po, ato tjera që kështë të diskutu për çështjet të drejtësisë e këto gjona, aty duhet jenë profesionist. Mirë po, profesionist me njetë të mirë. Me njetë, edhe njeti është. Që shkojnë edhe njeti, do të më thonë. Njeti për zhvillimin e këti veni, për me që për para këtë veni. Për shembull, kam fitu ko gjithë deputet interesant,